Diçka nuk shkon këtu, nuk po e besoj këtë histori, gazetari ka ngritur dyshime për fitoren dhe rikthimin e Joshuas. Anthony Joshua ka regjistruar fitoren ndaj boksierit shqiptar Christian Prenga në një përballje që pati një skenar të jashtëzakonshëm dhe ka nxitur reagime të shumta në botën e boksit. Joshua u rikthye pas një pauze 7 mujore, por fillimi i duelit ishte një mangës për ish kampionin e botës. Boksieri shqiptar e befasoi që në sekondat e para duke e rrëzuar Joshuan pas vetëm 20 sekondash luftë. Situata u bë edhe më dramatike në fund të raundit të parë kur Prenga arriti ta dërgonte përsëri në tokë britanikun. Pas dy rrëzimeve brenda një raundi, shumë kush nisi të dyshonte nëse Joshua do të arrinte të rikthehej dhe të përfundonte duelin. Një ndryshim i madh nga raundi i parë në të dytin, por raundi i dytë solli një kthesë të jashtëzakonshme. Joshua u rikthye krejtësisht ndryshe në ring, duke marrë kontrollin e përballjes dhe duke vendosur Prengën nën presion të vazhdueshëm. Britaniku lëshoi një seri goditjesh të fuqishme, detyroi kundërshtarin të tërhiqej drejt litarëve dhe më pas e rrëzoi duke e mbyllur duelin me nokaut. Kjo fitore ishte veçanërisht e rëndësishme për Joshuan pasi siguroi atij një tjetër mundësi të madhe financiare në karrierë, përballjen e shumë pritur me Tyson Fury. Pas fitores së Furyt ndaj Maurice Watch, një ditë më parë rruga u hap që dy yjet britanik të peshave të rënda të përballen më në fund me një duel që pritet të jetë në fitim prursit në historinë e boksit. Gazetari Simon Jordan ngre dyshime për përmbysjen e Joshuas. Megjithatë, mënyra se si ndryshoi performanca e Joshuas nga një raund në tjetrin ka ngritur pikpyetje. Komentatori dhe prezantuesi i njohur i Talk Sport Simon Jordan ka shprehur publikisht dyshimet e tij për atë që ndodhi në ring. Jordan nuk e ka kritikuar rezultatin zyrtar, por ka vënë në dyshim ndryshimin drastik të paraqitjes së Joshuas brenda pak minutash. Nuk e besoj këtë histori, diçka nuk shkon këtu, ka shkruar Jordan në rrjetet sociale. Ai më pas shtoi: rrëzohesh 2 herë dhe më pas fillon të diktosh ritmin e ndeshjes si është e mundur. Raundi i dytë ishte një ndeshje krejtësisht tjetër. Diçka nuk shkon. Gjithçka duket sikur është ndërtuar për të nxjerrë maksimumin financiar nga përballja Joshua Fury. Statistikat tregojnë ndryshimin e madh mes dy raundeve. Edhe statistikat e përballjes kanë treguar një kontrast të madh mes raundit të parë dhe